Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin e vërtet, Zotin e botrave, Zotin që s'ka tjetër Zot përveç tij dhe Zotin që s'meriton të adhurohet askush tjetër përveç tij. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot i gjithësisë, të lutemi ty ashtu siç je lutur ti për Abdullah ibn Abbasin. Na jep neve të mundësinë të kuptojmë fenë islame. Allahumma faqihna fid din. O Allahu Zot, na mundëso të kuptojmë fenë islame. O allimna ta'wil, o Zot na mëso se si interpretohet Kurani. O Allah, o Zot, na mëshiro me këtë Kur'an sa jemi gjallë, e na mëshiro me këtë Kur'an kur të jemi në varr, edhe na mëshiro o Allah me këtë Kur'an ditën kur do dalim përpara teje. O Allah, o Zot, këtë Kur'an bëje qetësi, pranverë dhe rehati të zemrave, gjokse dhe shpirtrave tona. O Allah, o Zot i gjithësisë, me këtë Kur'an na largo hallet, bengat, sikletet dhe shqetësimet. Ja Rabbel Alamin. Me shpresën të madhe të Zot, duke qenë se e kemi mbyllur surën Al-Qari'a bashkë me mësimet që nxjerrin prej saj, do të futemi sot në një sure tjetër, surën At-Takathur. At-Takathur, dëshira për të mbledhur sa më shumë. Allahu në këtë surë na tregon edhe një karakter tjetër të njeriut që është faktikisht i urryer në përgjithësi si karakter. Tregon dobësi, dëshira për të mbledhur sa më shumë, dëshira për të pasur sa më shumë. E nëse është në halal, e në të mirë, s'ka problem. Po nuk funksionon kështu faktikisht në përgjithësi. Në përgjithësi funksionon tek e keqja, tek dëshira për të mburr, tek dëshira për të duk, tek dëshira jo për të kënaqur Allahun, jo që të jetë synim Allahu dhe kënaqësia e tij. Po çfarë thuhet, mënyra se si komentohet, mënyra se si përflitet. Dhe në këtë, le të themi, kontekst është edhe dëshira e njeriut për të pas sa më shumë ndjekës, pasues, ose në kohët e sotme, ndjekës në rrjetet sociale, njerëz që cilët çuditen dhe mahniten dhe pëlqejnë çfarë thot, sa e ndjekin, gjithë këto janë sëmundje moderne, po që faktikisht sëmundje të cilat e angazhojnë njeriu nga diçka që është më e rëndësishme se sa kjo. Sura ka emrin At-Takathur, dëshira për të mbledhur sa më shumë. Vjen nga fjala kethra, kethra do thot shumë. At-Takathur, dëshira për të pasur sa më shumë, dëshira për të mbledhur sa më shumë. Ndërpër librat e tefsirit i gjejmë edhe një emër tjetër, i gjejmë emrin El-Hakum. Pra në disa libra të tefsirit thuhet komenti mbi surën El-Hakum, sepse faktikisht kështu është fjala e parë, ndërsa në përgjithësi pastaj edhe në transmetime përmendet Takathur dhe në Kur'an është shkruar suratu Takathur. Kjo sure ku ka zbrit? Kjo sure ka zbrit në Mekë sipas pothuajse të gjithë komentatorëve. Pothuajse ka ixhma që kjo sure ka zbrit në Mekë. Mirë, po kemi një transmetim tek Buhariu që lën me kuptues se kjo sure ka zbrit në Medinë. Dhe në shkencat e Kuranit ne kemi thënë që ndodh që një sure apo një ajet përsëritet më shumë se një herë. Dhe nuk përjashton faktin se ne do të shohim shkakun pse ka zbrit, të jetë
i njëjti problem në të dyja rastet dhe zbret surja 2 herë. Dhe këtu do të shohim shkakun e zbritjes. Ka ndodhur i njëjti problem në Mekë dhe Zoti ka zbrit surën të katër. Dhe ka ndodhur i njëjti problem në Medinë dhe Zoti ka zbrit sërish, pra ka ripërsëritur surën e të katër. Vim tek shkaku i zbritjes. Ngjarja e ngjashme në dy botë të ndryshme, në botën e xehilijetit dhe ignorancës dhe idhujtarisë dhe në botën brenda muslimanëve. Që do të thotë ne nuk jemi imun nga sëmundjet e shoqërisë. Ne nuk jemi imun nga imitimi i ignorantëve apo i të pafeve apo i të tjerëve që nuk janë në islam. Nuk jemi imun. Ka ndodhur në kohën e Mekës që kanë pas dy fise kureshite për plasje me njëna tjetrën. Dhe kanë filluar gjithë secila të përmeni të parët e të hershmit e saj. Kur kanë marru, ka filluar gjithë secila të përmeni çfarë ka. Kur kanë marru të gjallët, emrat e gjallëve, kanë thonë hajtë përmenim të vdekmit. Kanë marru të gjallët, kanë marru pasunia tu lavdru me njëri tjetrin, kanë thonë hajtë përmenim të vdekmit. E njëjta gjë ka ndodhur mes dy fiseve mbas Islamit. Fisit Ausa dhe Khazraj kanë filluar të u lavdru me njëra tjetrën. Në një moment dobësie. Dhe vjen një moment që i thonë, jo vetëm kaq, njëna tjetrës, po edhe të vdekmit tonë janë më të famshëm dhe më larg se sa të vdekurit tuaj. Në të dyja rastet Zoti pra i ka zbrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam elhakumut takathur. Ka i transmetim që thot i dhujtarët fiset mes njëna tjetrës i kanë thonë njëna tjetrës, hajde të shkojmë ke vorrezat. E njëjta gjë mes muslimanëve, kanë thonë njëna tjetrës, hajde të shohim vdekmit tan. Hajde të shkojmë ke varrezat. Dhe kanë shku të dyja palët ke varrezat. Si ata me njëna tjetrën, si këta me njëna tjetrën. Që do thotë, domethënë smundjet janë problematike. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, unë nuk kam frikë se Zoti do t'i sprovoj mbas meje me varfëri. Po kam frikë se Zoti do t'ju sprovoj mbas meje me të pasmen. Me pas. E aty pastaj do të filloj konkurrenca edhe gara, siç do ta shohim inshallahu taala. A ka ndonjë mirësi dhe ndonjë vlerë të veçantë, vlera dhe mirësia e kësaj sure, sepse ne kemi një hyrje që ja bëjmë gjithmonë çdo sure. Nuk ka ndonjë transmetim special që thotë po të lexohet kjo sure ka këtë vlerë. Por kjo sure është nga mufassal. Mufassal çfarë do të thotë? Kafi e poshtë. Dhe Kurani nga kafi e poshtë është shpallje speciale, specifike që i është dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe si është dhënë pejgamberëve më përpara. Nga El-Fatiha, nga El-Bekareja deri në surën Kaf, shpalljet janë të ngjashme. Kështu kanë zbritur ajete të gjata, histori etj. Ndërsa nga Kafi deri në fund Kur'anit, kjo është e veçanta e Kur'anit krahasim me shpalljet më përpara. Pra futet tek surat El-Mufassal quhet. Kur ka zbrit kjo sure? Kjo sure ka zbritur, flas për sa i përket në surat e tjera, mbas surës El-Kauthar dhe para surës El-Maun, si kohë zbritje me surave. Pra ka zbritur suratu El-Kauthar dhe ka zbritur suratu Elhakumut Takathur. Edhe lidhja shumë e bukur. Kautheri, lumi që do i bëhet dhurat pejgamberit alayhis salam në xhenet, dhe sikur po të thotë që Kautherin do të ketë disa njerëz që arrin dot. Kautherin do të ketë disa njerëz që nuk arrin dot. Kush janë ata? Sikur po të thotë tyja indirekt që kategoria më e privuar nga arritja e Kautherit, nga dora e pejgamberit alayhis salam, janë ata të cilët elhakumut takathur. Ata të cilët i ka angazhuar grumbullimi dhe mbledhja në këtë botë.
dëshira për të grumbulluar, dëshira për të mbledhur. Ata të cilët janë larg dijes së vërtet, ata të cilët janë larg përjetimit dhe ndjeshmërisë së vërtet për gjërat, ata të cilët nuk janë mirënjohës ndaj Zotit të tyre, dhe lidhja është, domethënë, logjika është shumë e fortë. Dhe mbas kësaj sure ka zbritur suratul El-Maun. Pse njeriu nuk I jep të varfrit? Pse njeriu nuk I jep jetimit? Pse njeriu bëhet kopras edhe me enët e shtëpisë, edhe me kripin e gjellës, edhe me vajin, nuk e jep komshiut? Pse? Elhaku mund të kathur. Mendon se aty është ka kripa që se jep, ke veza që nuk e jep, ke tenxherja që nuk e jep komshiut, apo te fterja, tigani. Ashtu, njeriu është I dobët shumë. Pa, përsa I përket kohës, ka lidhje shumë interesante. Përsa I përket vendit në Kur'an, suratu Al-Qarja flet për peshoren e veprave të mira dhe peshoren, pra peshoren e cila do të peshojë veprat e mira të njeriut dhe veprat e të këqija të njeriut. Peshorja që do të peshojë imanin, besimin e njeriut. Peshorja që do të peshojë regjistrat e veprave të njeriut. Cili është problemi kryesor që e bën njeriu që të humbi betejën në peshore? Cili është shkaku kryesor? Angazhimi për të pasur sa më shumë. Dëshira për të pasur sa më shumë. Hotia e njeriut për të mbledhur sa më shumë, për të pasur sa më shumë, e bën që mos angazhohet me të mirat, e bën që të futet edhe në për lloj haramesh, sepse I intereson të ketë sa më shumë, e si pasojë I bie që në peshore të humbi apo të fitoj, kur dali para Zotit, I bie që të humbi. Pse? E ka angazhu, kjo është problemi kryesor. Ky është një nga problemet kryesore që ka njeriu. Dhe mbas kësaj sure vjen cila sure në Kur'an? Suratu Tin, Zejtun, apo Al-Asr. Al-Asr. Surën Al-Asr, çfarë tregohet? Ja më burt, apo Al-Asr, suratu Al-Asr. Surën Al-Asr çfarë tregohet? Kush shumë dhe kush fiton. Se ku po thotë ty indirekt, arsyeja kryesore që njerëzit humbin dhe fitojnë, a thotë ty pasha kohën. Tani, koha po u harxhu me mbledh, do të thotë se nuk del koha për gjonat e tjera. E ke parasysh çfarë thotë dikush për thotë sa herë falen ju? Thotë 5 herë ditë. Po kush ju pagu juve vëlla? Ju që agjeroni, ju që faleni, or keni që pagun. A e dini ju se në mesin e shoqërisë shqiptare, duke qenë se kanë qenë një popull të dalë nga komunizmi, kanë besuar se për një kohë të gjatë ata që shkojnë xhamia paguhen. Sepse nuk e imagjinojshin që dikush shkojë të falet, për shembull, e të jetë në punë, apo të bëjë tregti, apo të jetë në biznes, apo të jetë në shkollë, apo të jetë mjek, apo të jetë ku dëgjon. Pse se nuk del koha për të dyja? S'del koha edhe për të falë dhe për të lutur dhe për shku në xhami, edhe me qenë dikush një jetë që punon e ke sukses. Amo kjo nuk është e vërtet faktikisht. Ti pa adhurova Allahun, del kohë për të gjitha. Po nuk adhurova Allahun, të zihet koha për të gjitha. Po që e me Zotin, ti çel Zotit dyrt, e ti hap Zoti, si më thon ato, orientimet për gjithçka. Horizontet, rrugët e gjithçka. Momenti që ti kthe shpinën Zotit, nuk del koha për asgjë. Dhe nuk del koha as për veten tate. Si puna ti burrit të urt, I cili ishte në shtratin e vdekjes, edhe I kishin thonë, a I kene I pishmon vetes tate, kishte shumë I urt, shumë I zgjut, shumë. Tha, po, I kam I pishmon vetes time. Tha, pse, cili është pishmonlliku tha që I ke vetes tate, tha? Pishmonlliku tha që I kam vetes time është tha se kur isha I ri, tha, në kulmin
e fuqisë time, mendova ta të ndryshoj botën. E kur fillova të u pjekë çik më shumë, tha, kuptova që po ja fus kot. Prandaj tha, ndrova kurs. Thashta do të ndryshoj vendin tim, pra vendin ku jetonte. Kur fillova të raka i çik, ta kuptova që prap ja kam fut kot, ndrova kurs tha dhe thash do të ndryshoj qytetin tim. Po qyteti goxha i madh, njerëz shumë. Pastaj tha, jo, s'po i mikën koha, do të ndryshoj familjen time. Mirë, tha, isha shumë vonë. I thash vetes timore, janë hallakat shumë, janë shpërnda, se ishin rrit fëmijë, ishin bo me fëmijë. S'kishe vak më me ngju plakun njëri. Thash ta me veten time, si është puna të merr mirë me veten time. Mirë, po tha, kur merr dhe mendja, tha, më mor me veten time, tha, ishin shtrat të vdekjes. Kështu edhe kjo punë, në fjalë, njeriu, lidhja cila ishte në surën e Asr tregon se njeriu është në humbje. Dhe një nga shkaqet kryesore pse njerëzit shkojnë në humbje është dëshira e tyre për të mbledhur sa më shumë, dëshira e tyre për të pasur sa më shumë, për të grumbulluar sa më shumë. Po mirë, në Islam që ka keq, domethënë, që njeriu me pas dhe me grumbulluj, s'është keq. Sulejmani alayhis salam ka qenë mbret, Daudi alayhis salam ka qenë mbret, Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë milioner, Othmani ka qenë miliarder, Abdurrahman ibn Auf ka qenë biliarder. O vlla, vetëm llogarit i thot, kur është nda pasuria e Abdurrahman ibn Aufit, ka thonë kush ka prezantuar luftën e Bedrit, do të jepni nga 4 kile flori 24 karatësh. Dhe prej tyre që kanë marrë ka qenë dhe Othman ibn Affani. Po pse e mori Othman ibn Affani, s'kishte nevojë. E mori se pejgamberi sa kishte bërë dua për pasuninë e këtij. Që o Zot, bekoje pasuninë e filanit. E mori për bekim, jo se kishte nevojë. Po si ta bashkojmë ne këtë muhabet që po na thu? Ka bashkim shumë thjesht. Nëse njeriu punon me hallallik dhe pastër dhe burimi i fitimit të tij është okay, s'ka asnjë problemi me let, por me i kusht. Mbledhja dhe grumbullimin nuk duhet ta angazhohet nga Zoti. Nuk duhet ta largoj nga Zoti, nuk duhet ta hutoj nga Zoti. Edhe nëse është halal 1,000,000% i pastër. Në momentin që ty të hik namazi prej halalit, s'është më halal. Ka lënë haram. Në momentin që ti në emër të halalit i hyn dikujt në hak, s'është më halal. Në momentin që në emër të halalit ti thu diçka, kaloj. Ama nëse ti punon me hallallik, me pastërti dhe nuk shkel çka kërkon Zoti prej teje dhe nuk i hyn hak dikujt, inshallah bosh jo miliarder, po inshallah bosh triliarder, s'ka asnjë problemi fetarisht. Ama shumë e vështirë që të gjesh në këtë botë njerëz cilët grumbullojnë duke qenë në halal të pastër. Është e vështirë. Pse? Sepse jeta është bërë, domethënë, dhe trendi i jetës ka ndryshuar, nuk është mos çka qenë më përpara. Pastaj njeriu ka i problem. Si është problemi i njeriu? Njeriu s'ngopet në herë, më fal Zoti e fal. Njeriu s'ngopet në herë, nuk është si gjallësat e tjera, që kur ngopen, qetësohen, rehatohen, e bin gjumë. Njeriu sa më shumë të ketë, aq më shumë i hapet boçi i synit, aq më shumë i hapet gërmazi, aq më shumë i hapen zorrët. Siç e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse do të kishte tha njeriu një lugin ari, do të dëshironte të kishte një të dytë. Njeriu ky është faktikisht siç do të shohim hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pozicioni është pozicion. Pra edhe kohor është brillant, po edhe i pozicioni i vendosjes në Kur'an është shumë brillant. Për këtë arsye, edhe në surën At-Takathur jep zgjidhje se si dilet për kësaj situate, po edhe në surën Al-Asr që vjen mbas surës At-Takathur është zgjidhja se si mund det njeriu mos tjetë prej të humburve, po tjetë prej të shpëtuarve. Tematikat të cilat i përmbledh kjo sure, kryesoret janë
Kjo sure përshfaq një nga, le të themi, anët e njeriut që është hutia dhe dëshira e tij për të pasur sa më shumë. Një bosh tjetër i kësaj sure është vërtetimi i jetës së varrit. Një bosh tjetër i kësaj sure është tregimi i shkallëve të diturisë. Cilët janë? 3 shkallë të diturisë. Hakul yaqin, ilmul yaqin, hakul yaqin dhe ainul yaqin. Do të shohim inshallah taala. Dhe e treta dhe e katërta ose një bosh tjetër i kësaj sure është se kjo sure, domethënë, na vend dijeni se për çdo të mirë duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe për të do të pyetemi. A e kemi dhënë hakun apo jo? Çdo e mirë në këtë botë ka i pyetje. Siç është përmend hadith kur thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot isha thot disa ditë pa hangur thot. E thot kur shifsha në sahabi, i thosha kam i pyetje, a i ajeti kuranor thot. Unë thot e disha shumë mirë që është ajeti e që është muhabeti, po thot isha që u rritur, sa që mendoj se do të shpjegoj pa ajetin, po më thot, a ke hëngur Abu Hurajra? E jepta i tjetri përgjigjen hikte, se pyeste. Kapsha i tjetër thot, gjose desha me të pyet. Haj thoshte çfarë pyetje ke? Ja shpjegonte ai. Abu Hurajra tani me shpresë po i thot, a ke hëngur? Si thotë gjë. Derisa thot pash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I ngjita pejgamberin sa më tha Abu Hurajra tha. Më duket tha se ty të kanë nxjerrë për shtëpi tha uria siç më kanë nxjerrë edhe mua. I thash po pasha Zotin në pejgamberin Zotit. Pra edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte dalë prej urisë, edhe Abu Hurajra të dy prej urisë. Edhe dini pastaj historinë se si shkojnë tek shtëpia e atij sahabiut, fund fare, gruaja e atij sahabiut ju therr një keç, ju dha me hëngër drekë ku dëgjon etj, vjen dhaj sahabiu nikosisht, edhe në fund fare solli ai sahabiu, ai kishte shku me mor ujë të ftohtë. I futën i drekë mirë këto, i futën dhe ujë të ftohtë dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wala tus'alun yawma idhin anin naim. Do të pyeteni atë ditë për mirësitë që ka dhënë Allahu xhalla xhelalu. Pra, për çdo të mirë ka edhe pyetje. Cilat janë pyetjet e të mirave? A ke qenë mirënjohës ndaj Zotit dhe si e ke vënë punë të mirë të Zotit? Pra e ke vënë për të kënaqur atë që ta dha, apo e ke vënë punë për të hidhur atë që ta dha? Ai ta jep të mirën edhe të shef ty. A je mirënjohës herë ndaj tij që ta dha? Apo mendon se e ke bë me djersën tate, me shpatullat e mia? Shefaj, si thu, si shprehesh? Po e dedikove vetes zgjuarësisë tate, mprestësisë tate, e unë kështu e unë ashtu, dhe ja shofësh. Dhe pastaj, si e vend punë? Se si e vend punë? A e vend me të vërtetën të mirë, dhe në kënaqësi të Zotit, apo e vend punë duke hidhur dhurusin? Atë këto janë boshtet kryesore, pra paraqitja një, le të themi, një anë të njeriu që është dëshira e tij për të mbledhur sa më shumë dhe njëkohësisht hutia e tij mas dynjas. E dyta, përforcimi i asaj që ne besojmë në raport me jetën e varrit dhe bota e berzahut, shkallët e dijes dhe pozicionimi i njeriu përballë mirësive të Zotit, mirënjohja ndaj Allahut xhella xhelaluhu dhe si është dhënë punë mirësia e Zotit. Atë këto janë, si më thonë ato, parathënjet e surës. Në radhë kështu në pamje të parë duket sikur surja, domethënë, është kundër kësaj bote ose kënaqësive të kësaj bote apo mirësive të kësaj bote. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është surja kundër,
Po bëhet fjalë për ato pasuni që nuk janë halal, ose për ato grumbullimet pasurive të cilat e bëjnë njeriu të neglizhojë urdhëresat e Zotit, apo që e bëjnë njeriu të bjerë në haram për të mbledh e për të pas. Përndryshe nuk ka asnjë lloj problemi. Ngjashëm me këtë sure kemi ajetin më duket 20 të surës El Hadid. Çfarë thot ky ajet? Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad." Nuk ka koment më të bukur për këtë sure se sa ky ajet kuranor. Dijeni se jeta e kësaj bote nuk është vetëm se një lojë. Si lojë valla, ne po rropatemi në këtë botë. Kur ta krahasosh me përjetësinë, kur ta krahasosh me xhenetin, kur ta krahasosh me xhenemin, vallahi lojë është. Sikur me qenë lojë. Pse? Se s'ka asnjë lloj vlere, nuk peshon fare hiç. Wallahu loj, pra laib, loj, lahu, alaykum salam, huti. Po pse është quajtur huti kjo botë? Ne jemi shumë vëmendshëm valla kur punojmë në këtë botë. Vallahi. Çfarë vëmendshëm? Ti je hutuar valla. Pse? Po të ka hutuar nga Zoti valla. Të ka hutuar nga xheneti, të ka hutuar nga xhenemi, të ka hutuar nga pejgamberi alayhis salam. Për këtë arsye quhet huti. Wazina, zbukurim. Po jo çdo zbukurim ka vlerë. Mashtrimet më të mëdha ndodhin nëpërmjet kujt? Reklamave, nëpërmjet gjonave që shkëlqejnë, nëpërmjet gjonave që bëjnë dritë. A ma kanë vlerë ato? S'kan asnjë lloj vlere. Zina. Bukuria e vërtet, cila është o vëllezër? Fytyra e Allahut. Bukuria e vërtet, cila është xheneti. Kjo është bukuria e vërtet. Bukuria e vërtet është imani dhe besimi. Kjo është bukuria e vërtet. Këto gjëra janë gjitha mashtrime, gjitha reklama. Tha wa tafakhurun bainakum. Dhe lëvdat mes njëri tjetrit. Siç tham ne shkaku i zbritjes kësaj sure të kathur. Ne. I marrun gjallët, filluan me të vdekmit, të lavdruar me të vdekmit. Për këtë arsye tha hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha ulën dy njerëz dhe filloi njëri me thonë, unë jam filani, 10 gjysha ka përmend. Unë valla shkoj deri ku shkoj, ndoshta deri ke 4 e kap, s'di që ka mos 4. Ai tha unë jam filani, tha. I biri i filanit, 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 deri. Tha Allahu të gjithë ju të 10 në xhenem. Ndërsa i tjetri tha, unë jam biri i Islamit. Me këtë kam. Pasi s'ka si vlerë tek Allahu xhel xhelalu, hiç. A je biri i Islamit, pra unë jam musliman me fjalë, tha unë jam musliman. Tha Zoti ti në xhenet. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dhe dëshira për pas sa më shumë, emual, pasuni, dhe aulad, pas ardhës. Jeta, kjo është. Jeta e kësaj bote, kjo është. Nuk ka jetë që e përkthen më së miri surën El Hakmu të kathur, se sa ky ajet kuranor. Në shumë ajete kuranore, është përmend dynjaja, pra jeta e kësaj bote, si lojë. Është përmend jeta e kësaj bote si mashtrim. Vetë emri që ka dynjaja, ke menduar ndonjëherë emrin që ka kjo botë, i thon arabisht dunja. A di nga vjen fjala dunja? Vjen nga dy kuptime, kuptimi i dunuit dhe kuptimi i denaes. Dunu afër. Denae pasi lloj vlere, e poshtër. Shay'un deni në gjuhën arabe i thon gjëja e cila është e fllihshme, e pas një lloj vlere. Edhe me të vërtet, po ta krahasosh, asnjë se merr me vete këtë dynjë, e le këtu, se s'ka vlerë. Çfarë merr njeriu me vete? Veprat e tij. E afërt, sepse këtu jeton njeriu
Dhe nuk e lën njeriu me pa larg që është ahireti, Allahu, bota tjetër dhe ringjallja. Për këtë arsye, vetëm nga emri që ka kjo botë, dunja, nuk ja leverdis dhe nuk ja vlen me u lodh për të edhe me u munu për të. Po mirë vëlla, ne tani këtu po jetojmë vëlla, çfarë do hajmë, çfarë zotni. S'ta ka ndaluar askush këtë gjë në burr. Me hongre, me pije, me jetue, se ai kot nuk na solli këtu. O gjalekum khulafa al-ard. Sot ju kalon juve ta mirëmbani, ta jetoni këtë botë. Po si pra, si kjo është meseleja. Për këtë arsye në një hadith shumë interesant, pejgamberi sa më tha: "Yaqulu ibn Adam, mali, mali." Njeriu vazhdimisht thot, a pasunia ime, pasunia si të kem. Ibn Adam, o njeri, lejse leke min malika illa ma. O njeri, nuk keti prej pasunis përveç sa asaj që vesh dhe e gris, han dhe konsumon, ose do t'jetë mall që e trashëgojnë trashëgimtarët e tu, ose do t'jetë depozit e lënë të Allahu në botën tjetër. Hadithi tjetër, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli im dhe shembulli i kësaj bote është si shembulli një udhëtari, ka marrë njëri tha një rrugë të gjatë dhe pa një pemë, qëndroi pak tek pema edhe vazhdoi. Dhe kështu faktikisht, po ta krahasosh jetën e kësaj bote, sado që zgjasi, ta krahasosh me përjetshmërinë, është sikur më net me hije peme edhe me vazhdu. Është si puna unë gjithmonë kur udhtoj me vëllezër për shembull, për haxh ose kështu. Them o vëllezër, sa herë shkoj në aeroport, më kujtohet ky hadith i pejgamberit alayhis salam. Dikush është duke ikë diku. Edhe kur shkon në aeroport aty ka lokale, ka dyqane, ka gjëra interesante shumë. Çfarë mund të themi ne për njëri i cili është nis për Istanbul, ose është nis për New York, ose është nis për Londër, ose është nis ku dëgjon, ku mund të jetë nis, edhe i pëlqen aeroporti. S'ka pa i shkreti. Për herë të parë del në aeroport, shef aty njerëz, shef amëlsina, shef lokale, thot po rri këtu, po jetoj këtu. Gjithë ne do të themi, apo ç'a butalli është ky apo? Vëlla vazhdo rrugën, se nuk je për këtu. Shko ke gate-i, sa e ke numrin e gate-it. Edhe kjo punë më kështu është, a kupton? Njeriu që udhtohet mas kësaj dynjaje dhe udhtimin e ahiretit, është si puna e dikujt që ka shkuar në aeroport dhe udhtohet mas bukurive të aeroportit dhe ikën aeroplani. Mirë pa aeroplanin në kësaj bote, avionin në kësaj bote, mund ta kompensosh, pse? Gjej bilet tjetër, shko ke kompania ti ta zëvendëson. Ama po t'iku jeta për shalësh, po t'iku jeta huq, s'ke më ku e zëvendëson, nuk thot kush mo. Kale rabbi rjiun, o zot, edhe i herë, s'ka. As sikur ti isha thej, s'ka më hiku, mbaroi historia, kaq ishte ajo jotja. Është shans që i jepet njeriu vetëm një herë. Dhe nuk ka mundësi më që të kapi njeriu situatën. Ose hadithi tjetër që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له معه ثامن. Sikur të kishte njeriu tha një lugin ari, do të dëshironte që të kishte edhe i tjetër. Po si nëse do të kishte dy, s'po lexoj arabisht për efekt kohës, do të dëshironte të kishte i tretë. Wala yamlau fahu ila turab, nuk e mushgoi njeriu vetëm se dhe pa çfarë tha pastaj. Wa yatubu Allahu ala man tab. Allahu akbar. Po Zoti e fal çdo që kërkon faljen e tij. Si do thot, me të vërtet njëri është i tillë, po nëse në një moment reflekton dhe i kërkon falje Zotit, Allahu ka për ta fal. Elhamdulillah. Ose hadithi tjetër, subhanallah, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dabba ilaykum da'al umami min qablikum. Zoti ka derdhë tek ju ose ka trashëguar tek ju sëmundjet e popujve të mëhershëm. Çfarë tham ne për surën Tekathur? Sa herë ka zbrit surën Tekathur? Sa herë tham? 2 herë. Një herë ka zbrit për 2 fise idhujtarësh që janë zi me njëna tjetrën, derisa kanë shku këtë vdekme dhe ke varrezat, dhe për 2 fise muslimansh që kanë debatuar me njëna tjetrën
kanë filluar të përmend të parët e njerëzit, kanë marruar me të gjallët, kanë filluar me të vdekmet. Pa ne trashëgojmë, morim smundje, nuk jemi imun nga smundjet. Sidomos ai që nuk e ka kuptuar mirë fen ashtu siç duhet, e ka shumë vështirë të jetë i imunizuar nga smundjet e shoqërisë. Për këtë arsye na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ne ndjekim shumë, imitojmë të tjerët. Gjë që tregon dobësinë e imanit dhe të besimit. Se ti je në rregull me imanin dhe me besimin, nuk imiton. Pse? Sepse thot prej përkufizimeve që ka Islami është dallueshmëria, veçimi, mosngjasimi. Gjoj këtë hadith, thot keni trashëguar smundjet e popujve përpara jush. A ti shohim smundjet që ka përmend? El-ashar, mosmirnjohja, el-batar, mendjemadhësia ose tejkalimi i cakut. Kur bjerë mirë, harro çdo gjë. Wa takathur, dëshira për të pas sa më shumë dhe për të mbledhur sa më shumë. Et-tanajushu fi dunya. Et-tanajush është hilja në tregti. Të ketë hile në tregti, dy tregtarë me njëri tjetrin, ka le të themi haram është, po ka një lloj arsye. Po tanajush fi dunya s'ka asnjë lloj arsye. Që me bo hile për dynjan s'ka asnjë lloj arsye. Tha wa tabagud dhe urrejtja, wa tahasud dhe zilia. Hatta gjoje, hatta yekun al-baghi, derisa të shkojë situata në tirani, në zullum dhe në padrejtësi. Se kështu nisin këto gjona, kështu nisin, derisa njeriu i nxjihet zemra, derisa njeriu i errën syt, vret vllai vllan, mohon fëmia babën ose mohon baba fëmin, e të tjera gjona. Pse? Sepse kështu është kjo punë, dhulumat, një sot, një nesër, fillojnë këto gjonat, derisa njeriu i ngurcohet zemra apo i nxjihet zemra, e si pasojë nuk shef më. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. As të mirë nuk e dallon dot më, as të keqen nuk e dallon dot më. Ka një hadith shumë interesant ku një ditë vinte tek pejgamberi sa sem dy bijtë e tij, kështu i thoshin për Hasan dhe për Husejnin, bijtë e profetit, kështu i thoshin. Thot dy bijtë e tij, Hasani dhe Husejni. Edhe pejgamberi sa sem i kapte, i përqafonte. Mirë po ka thonë dhe i gjallë shumë interesante. Tha innal walada majhalatun majbala. Tha fëmia është arsye që njeriu mos të mësoj shumë, mos të di shumë dhe që të jetë fikacak. Që mos mësoj shumë, po u bë robi me fëmijë, s'ka më vak me mësua, pse se do të merret pra, do të haj fëmia ku gjëra të tjera. Majbala do thot arsye për të friksuar. Pra, kur njeriu është pa fëmijë, si më thon, nuk çan kokë fort. Ama kur ka fëmijë, jo e bën me i herë, dy herë, tre herë, prit. Për shumë gjona në jetë. Pra pse përmena këtë? E përmena këtë për t'tregu që dashnia ndaj fëmijës e për të pas fëmijë nuk është përkundrazi i Islamit çfarë thotë. Boni fëmijë dhe plotsoje. Boni fëmijë dhe shtohuni, se unë do të kënaqem me ju në botën tjetër, do të krenohem me ju në botën tjetër. Mirë po, në të njëjtën kohë, në momentin që dëshira për të pas fëmijë ose fëmijët bëhen sebeb që ti të largohesh nga Zoti apo të bish në haram, se do të marrësh fëmijët, kjo pastaj nuk ka më asnjë lloj justifikimi. A e dini jo vëllezën se një pjesë e mirë e gjinofëve tona është mirakull se duam të ushqejmë fëmijët? A kupton që ne kemi problem me një gjë shumë që është elementare në fen tonë, që është besimi se Allah është furnizues. A kupton që sa herë ne bim në mëkatin
e faktit se ne jemi furnizuesit, e del fëmia duash, s'ka bereqet, s'ka. Pse se ne mendojmë se jemi ne. Për këtë arsye nganjëherë lëshojmë. Për këtë arsye nganjëherë se ke parasysh se sa ta rregulloj, sa ta bëj. Po pse më ti je furnizuesi? Ku është besimi në atë që Allahu është furnizuesi apo nëpër letra, nëpër ligjërata? Kur thua Allahu është furnizuesi, më rri besnik këtij muhabeti. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Ne ju furnizojmë juve dhe ata. A ka thonë këtë Zoti, mbaroi historia. Për këtë arsye thuhet që tek të parët tan, kur dilte burri thot mjest, me kërku punë, me punu, i dilte gruaja mrapa dhe i thoshte, o filan, i thoshte, kthej mrapsh, i thot, mos kam harruar gjë, mos ka të shëjët. Gjëjta ti po delta, me të vërteta me kërku punë, tha. Po pash Zotin, tha, mos na bjerë në shtëpi vetëm se halal. Se vallahi bilai, tha, etjen urin e durojmë, po zerrën e xhenemit nuk e durojmë dot. Gruaja e thoshte burrit kështu, kur ikte mjest. Pse? Sepse ato e dinin se po u fut haromin në trup, vetëm zerrë e xhenemit e pastron. Pavarësisht se në këtë rast gruaja dhe fëmia janë të pafajshëm. Mirë, po mund ta japi Zoti ke gruaja dhe ke fëmia për dënu ty, sa është në rregull. Sa ta çfarë faj ka fëmia, nuk ka si faj fëmia është në rregull. Pa ja jep Zoti, ku të dhe më fort ty? Vallahi më fort robit dhe ke fëmia, aty ta jep Zoti, se do më të pastru ty. Jo më pastru fëmijën, se fëmia është në rregull. Pra, pse përmend hadithin? E përmend hadithin për treguar që nuk kemi alergji as nga të pasurit e pasunisë, as nga të pasurit e fëmisë. Por puna është, kjo nuk duhet na çojë neve në hidhrimin e Zotit, në neglizhimin e rregullave dhe ligjeve që Zoti më ka dhënë për ne. Për këtë arsye ne Zoti thot: "Inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kujdes, se ndonjëherë fëmia e bashortja bëhen shkak që ta armiqësoheni me Allahun. Prandaj kujdes. Kujdes. Mos bjerë në atë që të bëhet shkak fëmia apo jeta bashkërtore që ti ta armiqësosh Allahun. Allah është në vend të parë, pastaj vjen çdo gjë tjetër. Atëherë kjo është sura e të katër, që inshallah taala ne do të ndalemi në të, me shpresën e Zotit edhe me ajetet e saj, po duke qenë se sot ne i bashkum namazet për shkak të shiut, do të mjaftohemi me kaq dhe inshallah do të futemi tek ajetet e kësaj sure në vazhdim, me shpresën e Zotit. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.